Partia Demokratike dhe aleatët e saj kanë zhvilluar 2 foltore në 2 javët e fundit, një mënyrë proteste ndaj asaj që konsiderojnë si mbyllje të hapësirave të tyre në parlament. Berisha njoftoi mbajtjen e foltoreve poshtë zyrës së Edi Ramos, por nga 2 tubimet e para, ajo që ka tërhequr më shumë vëmendjen është mungesa e pjesëmarrjes ose një interesim mjaft i pakët, qoftë edhe nga militantët dhe mbështetësit e PD-s. Nga 2 tubimet e mbajtura në 2 javë në formatin e foltore parlamentare qytetare, janë dhënë të njëjtat mesazhe që Berisha apo deputetët e tij i thonë çdo ditë nga selia e PD-s tek deklaratat mediatike apo strukturat parlamentare. Ndoshta këto janë arsyet pse foltoria 2 nuk po arrin të tërheqë apo përthith qoftë edhe mbështetësit real të opozitës. Thonë më ndryshe, kjo ide apo format proteste nuk po ngjit, nuk po ndez atë shkëndijën që ndoshta vetë Berisha e di, dhe kur nuk arrin të ndez në këtë situatë, kur denoncojnë skandale dhe kriza, kur vetë mazhoranca është përfshirë në një vorbull dhe është e hutuar, të thotë se kriza e besimit të qytetarëve është edhe më e madhe. Mjafton të shohim 2 tubimet e foltores. Ajo nuk ka arritur të përthith qoftë edhe një emër të ri që duke shfrytzuar mikrofonin të përçojë një mesazh ndryshe nga ato që përsëriten nga deputetët apo kreu i PD-s. Berisha deklaroi se foltoria 2 do të mbyll misionin kur trozohet Edi Rama nga poltroni i kryeministrit, edhe pse e ka të qartë se me aq pjesëmarrje që mund të vijë duke u reduktuar, e ka të pamundur që të ushtrojë presion për të detyruar kreun e qeverisë për t'u larguar. Nëse do të kishte një pjesëmarrje të lartë, një entuziazëm, foltoria 2 mund të shërbente qoftë për ndezjen e revoltave popullore, por edhe për një reformim të vetë strukturave të PD-s. Mund të çonte në lëvizje më radikale, qoftë edhe brenda sallës së parlamentit, por këto skenar duket se po dështojnë. Mungesa e pjesëmarrjes nuk krijon asnjë lloj presioni ndaj Edi Ramës, sikundër mosafrimi i zërave të rinj, jep asnjë shpresë për atë që Berisha e kërkon me ngulm pas 11 majit, hapjen e Partisë Demokratike. Kur nisi foltoret në shtatorin e 2021-shit, në përballjen që në atë kohë pati me Lulzim Bashën, Berisha shfrytëzoi mbledhjen e bazës së demokratëve kundër lidershipit të PD-s, duke arritur që të nxjerrë jashtë loje strukturat partijake që kontrolloheshin nga Basha apo njerëz të tij, dhe kjo i dha avantazhin në raport me Bashën. Në atë kohë Berisha fliste për pazaret që Rama kishte me Bashën, deklaronte se mund të rrëzonte Edin kryeministër brenda 6 muajsh, ndërsa sot ndodhet në ndyshimin, madje edhe të atyre që ka në krah se po bën pazare me Edi Ramën, por edhe i ka rënë teza se mund të arrëzojë atë nga karrigja kryeministrore. Zgjedhjet e 11 majit i dhan goditjen më të fortë, pavarësisht tezës se procesi ishte një fars. Berisha ka regjistruar humbjen më shembullore në 11 maj, shumë më thellë se çdo rezultat i mëparshëm i PD-s në të paktën 2 dekadat e fundit, çka mund të përkthehet sot në humbjen e besimit edhe nga vetë ata që në foltoren e parë i mbushin sallat kreu demokrat.